750 pasagjerë si dhe rreth 200 autovetura, por dhe një numër i lartë mjetesh të tonazhit të rënd, si kamion, autobus apo kampera kanë zbarkuar në Vlorë përgjatë kësaj të shtune me 2 tragetet e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Në pikun e sezonit veror, fundjavët janë kthyer në ditët me fluksin më të lartë të mbërritjeve, si të mjeteve, por edhe pasagjerëve në qytet nga porti detar i Vlorës. 400 pasagjerë dhe 96 automjete kanë mbërritur me tragetin e parë të linjës Brindisi-Vlorë, duke zgjedhur qytetin bregdetar si portë të nyrëse për në Shqipëri. 350 pasagjerë dhe 100 automjete kanë zbarkuar në qytet me tragetin e dytë të kësaj linje, disa orë më vonë. Gjithashtu në qytetin bregdetar kanë zbarkuar dhe mbi 10 kampera, rreth 50 kamion, disa minibus. Si pjesë e ekuipazhit të 2 trageteve kanë qenë gjithashtu rreth 100 persona. Ky numër mund të cilësohet si fluksi më i lartë i regjistruar përgjatë fundjavave deri më tani. Ata të cilët kanë mbërritur në Vlorë janë kryesisht emigrantë në vendin fshinj të Italisë, por gjithashtu edhe shqiptar, të cilët jetesën e kanë krijuar në vendet e Bashkimit Evropian. Por nuk mungojnë as turistët e huaj si italian, francez, gjerman, anglez, të cilët bëjnë një tur në disa shtete të Europës dhe ndalen dhe në Shqipëri. Të huajt Vlorën e kanë si pikë të parë ku ndalojnë dhe kalojnë disa ditë pushime. Më pas ata zhvillojnë disa ditë pushimi dhe në destinacionet si Dërmiu, Himara, Ksamili apo Saranda. Në vijimësi, fluksi në portin detar të Vlorës pritet të jetë edhe më i lartë, jo vetëm përgjatë fundjavave, por çdo ditë të javës.